Aktoria turke s'do të bëjmë më film duke qarë. Ja arsyeja. Aktoria e suksesshme turke Nurgul Yesisley, e njohur si Gülseren në serialin Fate të Kryqëzuara, ka qenë së fundmi në agjendën e revistave turke për postimet e saj në rrjetet sociale. Nurgul ka tërhequr vëmendjen e fansave me postimet e saj argëtuese kohët e fundit. Nuk dua drama, nuk dua më drama në jetën time. Jam lodhur duke qarë. Dua role argëtuese, shprehet aktoria. Mirë po, Yesisley ka rënë në sy edhe për kilet e tepërta që ka humbur. E pyetur nga fansat për këtë, ajo tha se gjithçka ka të bëjë me ushqyerjen. Kam ndenjur pa ngrënë 4 orë para se të flija dhe prisja të kalonin 4 orë për të ngrënë pasi zgjohesha. Asnjë ëmbëlsirë apo çokoladë. Kam eliminuar sheqerin, thuajse totalisht, shtoi ndër të tjera Nurgul.